ju po sabotoni mbledhjen e këshillit, duke futur gjëra edhe duke penguar veprindarinë e këtij këshilli. Kryetare do të marrni përgjegjësi për këtë. Do mbani përgjegjësi, po të them. Po shflitar më se ti si për litar, ashtu të ngrejnë qellë, turp të vije, i le gjithë njerëzit tu për t'i majtë peng për gjëra ordinere. Jo. A ka gjë më ordinere të rishikosh një vendim të marrë? S'ka gjë më ordinere se kjo. Kjo është problem konceptual. Po s'ke diskutim, por nuk diskutohet një vendim. Po nuk diskutohet një vendim i marmor, po nuk diskutohet. Po kush je ti që i vend diskutimin? Po nuk rrezohet. Po nuk rrezohet. Po je çmendur. Ti nuk mund të shbësh dot një vendim, më këta. Po nuk e shbën. Nuk e shbën dot një vendim. Kjo ishte përplasja mes kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani me një nga anëtarët Sokol Stojani. Dhe diskutimi kam përshtypjen, me çfarë unë arrita të mësoj, bëhet fjalë për vendet bosh tek prokuroria e apelit. Kam përshtypjen një çështje që do duhet të shkonte në kuvent tani. Ma sqaro pak më shumë këtë teknikalitetin dhe këtë lloj diskutimi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe kjo gjuhë e përdorur, Karanxha. Tani diskutimi që ishte që është bërë dhe publik, që të jemi të qartë për publikun, një çështje për cilën ishte marrë një vendim ishte kthyer përsëri që të merret një vendim tjetër. Pra, organet e administratës shtetërore, duke përfshirë dhe KLP, kur merret një vendim, domethënë nuk mund diskutohet mos si vendim. Janë rastet e parashikuara në ligj ku një vendim mund të revokohet nga vetë organi që e ka nxjerrë, ose kur bëhet ankim, revokohet nga organi më i lartë. Tani, në rastin konkret, ky ka qenë debati dhe mendoj që është një debat konstruktiv dhe duhet të ketë dhe debate në raste të tjera. Pse duhet të ketë? Sepse kemi dëgjuar që s'ka mod debate nëpër KLP. Kemi dëgjuar edhe emrimet ngrihen atë as i debat, as i lloj gjë, duhet të ketë debat. Pse jo? Domethënë për çështje debat caktore. Ti je çmendur në këtë lloj forme ta çon. Ka gjeneru, por në parim është diskutuar. A mund çmenduri teknik? A mund të diskutohet tash një vendim që është marrë? Pra kjo është ideja që duhet të diskutohet edhe në organet tjera, sepse na ka rezultuar sidomos me organet e drejtuese të drejtësisë, vinë ambasadorët, i bin tavolinës më shpu, do bonin kështu, do bonin kështu. Më mirë të kenë të paktën të bëjnë debat shqiptarët, mos bëjnë debat ndërkombëtarët, sepse është bërë debat nga ndërkombëtarët. Dhe Basiri e di që ka në arë aty dhe gjithë rresht 11-0. Po s'pati debat, për mu debati është pozitiv, pavarësisht se mund të ketë gjeneru pak në terma të folur të papërshtatshme, është marrë një vendim, që çfarë të diskutojmë, e kena marrë atë punë, është ndaje kjo punë. Pra forma e rishikimit të aktit ose të aktit mund të rishikohet, por procedura ndjen intime është e tillë. Mblidhet komisioni përkatës, bëhet relacioni, është bërë ky gabimi, duhet korrigjohet e tjerë. Pra ka një procedurë, sepse të aktet janë, por duhet respektu ligji. Dhe debatet kur shprehet një organ me vendim, parimi përgjithshëm është që janë raste të rralla që mund të revokohet. Kemi parë dhe me legalizimet, po të keni parasysh vjet që ishin bërë legalizimet palishme, pra ata vetë kishin legalizuar, tashin vetë revokonin, domethënë atë legalizimin duke interpretuar, është e vërtet, po. Duke interpretuar dispozitat e kodit procedurave administrative. Por rregulli i përgjithshëm është ky, që kur merret një vendim, ai nuk mund diskutohet më. Humor mirë keq tash janë organet e tjera dhe filtrat e tjera. Në lidhje edhe me vendin me vendet vakante, ku bëhet fjalë që është marrë një vendim dhe nuk mund diskutohet. Pra ky është unë them do duhet debate duhet ketë në organet e drejtësisë, sepse na ka ndodhur është e vërtet nuk diskutohet as i gjë, kalojnë aty, hiqen, jo e thonë ndërkombëtarët mund të jetë një pensionist në një kasketë vjetër aty, ja dhe mirë, ja erdhi ky ai atë s'di se ku është vetë, ai kujton në Shqipëri me një vend tjetër. Pra ne interesat e vendit tonë të parët i mbrojnë kombëtarët, pra vetë.
Pra do ketë debat, pavarësisht të them, është diçka pozitive. Thua që debati është kredo po ndoshta termat e përdorur janë të gabuar. Është një gjenerim që unë nuk e quaj problem, por debatet të ketë është pozitive. Neve kemi gjithë këto vite çojnë kom votime, duke filluar nga reforma në drejtësi, Ilir Meta që me një gëzim të madh firmosi burgun e vet, edhe të tjerët që shikoj po na presin. Ndërkohë duhet parë interesi. Kujtohet ajo që me Toni Muat Pari ka deklaratë publike shumë fort Meta në atë kohë, Po ndoshta me Toni Muat Parin thaj. Po pra këtu është ajo që e Toni Muat Parin boi ligjet 7 ligjet, sepse 7 ligjet e bëra, 6 ligjet e bëra të reformës në drejtësi kanë sjellë shumë pasoja të rënda. Edhe shkaqjet e shkarkimit dhe prokurorëve gjyqtarëve janë tjera në kushtetut, tjerat janë te ligji i vetimut dhe ligjet e tjera. Janë bërë ligje private. Për shembull, futja e antarëve të KPA-s në sistemin e drejtësisë si gjyqtar apeli bien kundërshtim me kushtetutën dhe është bërë nga Ilir Meta kjo. Ti ishe aty, shef ligjet ti që bën. Atë kush të ndikoj? Prandaj debatet konstruktive, pra neve të vendin ti shpistate pavarësisht është një huaj, po e prezumojmë, pavarësisht që un kam dyshimet e mia të ndërkombëtarëve që janë se ke nga ata që ja duan të mirën në vendin tonë, ke nga ata që nuk ja duan, pavarësisht se jemi vende aleate, ne duhet kujt shërbimi janë, duhet të jenë sakt që ta dimë se kush janë. Por të mirën vendit tonë ja dim të parët vet dhe masane janë të huaj të dytën. Ande nga Durrësi duket po shoh shumë italianë në Karandxha. Janë shtuar andej. Atë po shohim pallatin që është fundos duket. Janë kështu me ashtu me dylbi në dorë, se edhe me dylbi i kam pa. Ruajn apo mos kam ble vetë në katat se rrogat shtrenjta kanë. Pas kemi informacione të sakta. Si e path debat Çollaku tani? Duhet të bëjë formë. Nëse Karandxha njeh shumë më mirë profesionalisht dhe ka të drejtë. Ajo që ka bërë një këndvështrim ndryshe nga gjuha e debatit le të themi profesional. Acarimi ishte aq brutale ajo kërkesë e hedhur në diskutim nga drejtuesja e KLP-s. Ngjante se kur ishte një siklet ndaj dikujt, ndaj disave për një vendimmarrje ndoshta jo në dorën e saj, por ndonjë premtim i pambajtur elektoral. Ajo që bën pak le të themi edhe për të qeshur disi. Po ata janë gjithë të dërguar nga njëjta partia në KLP, unë se di pse zihen. Se të gjithë porosin nga larda marrën të zbatojnë. Nuk ndrojnë gjatë rrugës, për shembull të kenë ndruar korsisje. Nuk besoj se shishja aty ndron. Këtu kemi zhvillime të tjera. Pse se ndron theme? Po marrën 2 këshilltarë që ka pas Bungo dhe Qirko që kanë qenë për nga 3 vite drejtues të KPK-s. Njëri shkoi drejtor të Akshit, tjetri shkoi drejtor të prokurimit QSUT. Pra duket që janë element të pushtetit. Përsa Bungo komisionerët e diskriminimit. Komiqi deputeti PS-s. Pra ne shohim që Sanxhaktarin kryeministri. Rezultonte organograma kryeministrisë. Atëherë, çfarë shohim? Që gjithë trupa e rivlerësimit pas ka qenë trup qeveritare. Por sa kohë më një herë merret dhe strehohet, apo ata 6 që presin shkojnë në apel prapë me hyjën e qeverisë. Pra e gjithë trupa është me një ligj hajdut që është bërë nga Meta mes natës. Tani, edhe OMN-ja është aq e mjaltosur me Shqipërinë dhe me këtë bereqet që ka marrë këtu emocional e të tjera të gjithëlarësive trupore, sa po ka kërkuar të qëndrojë sërish në Shqipëri, kërkon 10 milionë euro tashmë nga Brukseli, edhe po lëbon edhe pranë gjykatës kushtetuese që rastet e kthyera nga Strasburgu, të jetë sërish ajo mbikëqyrëse nëse ndonjëri prej atyre që rikthehet, siç është edhe rasti i fundit, kërkon edhe një herë të rishqyrtohet çështja nga rivlerësimi, këta të jenë sërish, le të themi, këshillonjësit e jashtëm për mbikëqyrjen e procesit. Po ka ndaluar kushtetuta, kanë mbaruar ato momente. E merr KLP-ja, KLG-ja dhe SPAK-u rolin e komisionerit dhe këtu janë përcaktuar se kush janë aktorët që ndjekin përfundimin e procesit në këtë rast episodike të kthimit nga se pse duhet rrin prapë atë? Apo duket mirë nga 30.000 euro në muaj edhe qefjet e tjera pushtetit. Ndaj themi që këtu nuk kemi një drejtësi, ajo që unë kam bindjen SPAK-u, nëse ky korpus i rënuar dhe i shkatruar që nuk prodhon drejtësi, 200.000 dosje pehull, 20 vjet për të marrë çështje, kjo nuk quhet më drejtësi. Kjo duhet ribërë me emergjencë.